Mbrëmjen e së premtes është çelur ekspozita Rrënjët e piktorit të mirënjohur vlonjat Agim Sulaj në hollin e teatrit Petro Marko. Sulaj, që tashmë është pjesë e panteonit të artistëve të famshëm, veçoi një nga punët e tij, Valixhen e emigrantit, që sipas tij është signifikative veçanërisht për Vlorën. Dedikuar një mbytje mbi një valixhe, ëndra të mbytura në një valixhe të emigrantëve tanë që kanë ikur në vitet 90, emigrimi që e kemi njohur. Kjo është një vepër që me vizatim ka qenë një vizatim i madh, 170 me 150 dhe në 2016 ka fituar çmimin e parë në Londër. Në pjesën e kësaj ekspozite bën pjesë edhe kjo, për t'i rikujtuar qytetit që ne kemi nevojë për një vepër të tillë, për atë që na kanë parë syt neve, edhe për t'u treguar brezave që ditë të tilla që kanë kaluar në këtë qytet, që ka pasur hemoragjin kombëtare, duke u zhdukur, duke u larguar, duke u mbytur, të mos përsëriten. Të pranishëm në këtë ekspozit ishin njerëz të artit dhe kulturës, të cilët vlerësuan punën e tij. Në radhë të parë si krijues, po kur them si krijues nëse kuptohet edhe Agimi si njeri. Se në gjithë këto piktura që shikoni juve këtu, dhe ato që si keni parë, dhe ato që do bëj, dhe ato që i ka bërë, të tëra së bashku, gjithë ky ansambli i madh i krijimtarisë Agimit është portreti fizik dhe shpirtëror i Agimit. Artisti i mirënjohur Agim Sulaj është rikthyer për të 9-tin vit me ekspozitën Rrënjët, një metaforë për lidhjen e tij me Adeun, edhe pse punon e jeton në Europë. Paneli i tij ka kaluar kufit kombëtar dhe është bërë pjesë e panteonit të artistëve me famë botërore. Fituesi 270 çmimeve ndërkombëtare, ai ka vendosur një rekord të papërsëritshëm në artin shqiptar, duke ekspozuar edhe në Kinë, ku është nderuar me çmime prestigjioze.